Sipas statistikave në Shqipëri, ndodhin rreth 500 zjarre në vit si pasojë pakujdesis brenda ambienteve të shtëpisë, bombolat e gazit, luhatjet e tensionit, kësisia e dobët e punimeve elektrike, kanë qenë shkaqet më të zakonshme të këtyre zjarreve. Apartamente të shkrumbuara, prona, dyqane, dëmtime të komshive ka sjellë pasojë të jashtëzakonshme për mundësitë financiare të dëmtuarve. Rasti i fundit në Vlorë, ku një apartament në rrugën Pavarësia u shkrumbua nga flakët, e ilustron qartë rrezikun që i kanoset çdo pasurie. Por sa janë shqiptarët të ndërgjegjësuar për rrezikët që mund t'u vinë banesave të tyre nga zjarri, tërmeti dhe përmbytja. Ja çfarë tha zoti Avni Ponari, drejtori i përgjithshëm i Sigal. Kohët e fundit po ndodhin shumë ngjarje, veçanërisht zjarre, po edhe përmbytje, po edhe breshe, po edhe fatkeqësi tjera natyrore. Si rezultat i ndryshimeve klimatike, ngjarjet janë bërë edhe të zakonshme. Ajo që sot ndodh në qytetet e Shqipërisë është një fenomen pak jo i zakonshëm. Shumë apartamente digjen, dhe digjen nga bombulat e gazit, digjen nga ndryshimet e tensionit dhe rrymave të larta apo të ulta, natyrisht që ka edhe zgjidhje, por që teknikisht duhet bërë kjo nga ana e organeve kompetente. Në këto zjarre që ndodhin në Shqipëri dhe veçanërisht në qytete dhe në apartamente, krijojnë disa shqetësime. Përveç humbjes së apartamentit të një personi, ajo krijon edhe konflikt me komshit, krijon konflikt me komshin lart, krijon konflikt me komshit anash, po edhe me pallatin vetvete. Pra vlera e domit është shumë e konsiderueshme. Dhe për këtë, në qoftë se ke një policë sigurimi dhe je i siguruar, atëherë përfitimet janë në normalitetin e zakonshëm. Do përfitosh vlerën e dëmit shkaktuar në apartamentet tënd, por nga ana tjetër do përfitosh edhe mbulimin për apartamentet e tjera dhe dëmet që ke shkaktuar ti të tjerëve për shkak të këtij zjarri. A kushton shumë të sigurosh pronën? Sigurimi i një apartamenti kushton vetëm 50.000 lekë të vjetra në vit, një vlerë shumë e vogël. Përfitimet janë të jashtëzakonshme. Primi i sigurimit është më i ulti në Europë dhe garancit janë natyrisht shumë të mëdha, sepse kjo industri dhe Sigal në veçanti ka treguar që misioni i tij është të paguajë në kohë dhe sa më shpejt dëmet e shkaktuara dhe dëmet e ndodhura nga këto fatkeqësi.